Babai banori Toni hyri mbrëmjen e së hënës në Prime brenda në shtëpinë e Big Brother Kosova VIP 4 dhe i dha atij një mesazh. Ki një familje jashtë, vajzën, djalin, vëllan, motrën, një pambes. Presim të shohim më të mirën tënde, tha i fillimisht. I njëjti foli për raportin e tij me Bia Khalifën, ku i tha se nuk do që të shihet më bashkë me të. Drama ka marrë një kthes të re, vetëm pak kohë pasi Toni sqaroi marrëdhënien e tij me Bia Khalif, ku dhe babai i kërkoi që t'u afronte me Elionën se për ta mosha nuk ka asnjë lloj problemi. Edhe pse Toni deklaroi se ai dhe Bia janë vetëm shok, sjellja e tij pas Pramit tregon një tjetër drejtim. Në pamjet e fundit nga shtëpia, Toni shihet më i afërt se kur me Benitën, me të cilin deri më tani nuk kishte pasur afërmitete të dukshme. Dyshja u pa duke qëndruar në shtrat, duke bërë disa lëvizje që ngjajnë qartë si hapat e parë drejt një tensioni të ri romantik. Nga ana e saj, Benita shprehur se kishte premtuar familjes se nuk do të bënte asgjë brenda shtëpisë, por duket se situata po merr një tjetër ritëm. A do të nis Toni një histori të re pas dramës me Bian dhe futis së babait të tij, ku i kërkoi me një fjalë që të lidhet me Elionën, me dinamikat e reja që po krijon, duket se kjo javë në Big Brother do të sjellë më shumë surpriza se kurrë.